në institucionin që drejtoj unë, sipas evidencave zyrtare, sot rezulton se shqiptarët përfaqësohen me 29%. Mirë po, pas verifikimeve të bëra, rezulton se vetëm 13% e të punësuarve janë shqiptarë. Diferenca prej 16% përbëhet nga personat që janë deklaruar si shqiptar gjatë procedurave të punësimit, ndërsa në realitet i përkasin bashkësive të tjera etnike. Ky nuk është përfaqësim i drejtë, ky është keqpërdorim i një mekanizmi që është dashur të garantoj përfaqësim të drejtë dhe veçanërisht përfaqësim të shqiptarëve. Rasti në fjalë dëshmon qartë se balansuesi ka krijuar një pasqyrë të rrem për gjendjen reale në institucionet shtetërore. Pikërisht për këtë arsye, vleni këmbgul në miratimin e ligjit për përfaqësim adekuat dhe të drejtë, sepse vetëm një zgjidhje e bazuar në ligj dhe mekanizma të qarta kontrolli dhe përgjegjësie mund të garantojë që përfaqësimi të jetë real dhe jo fiktiv, i drejtë dhe jo i manipuluar.